Bismillahirrahmanirrahim. Në iftar me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Në traditën e iftarit të pejgamberit alayhis salam ka qenë që në prag të perëndimit të diellit të mos merrej me ndonjë punë tjetër, por të priste atë edhe më një herë të bënte iftar. Për këtë transmetohet dhe nga Ebi Derda, Zoti qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi alayhis salam ka pasur në traditën e tij se kur ishte argjerushëm, porosiste një njeri për të dalë mbi një kodrin dhe kur ai të thoshte perëndoi dielli, pejgamberi alayhis salam bënte iftar. Edhe nga Ibn Abbasi transmetohet gjithashtu të ketë thënë: kam dëgjuar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam të thotë: vërtet ne pejgamberët jemi urdhëruar që të shpejtojmë iftarin dhe të vonojmë syfyret tona. Kujdesi i pejgamberit alayhis salam që të bëhet iftar sapo të ketë mbërritur koha e iftarit mund të krahasohet me ezanet që thirren sot nga minaret përmes radios e televizionit, me xhamimin e topave të iftarit në qytete të mëdha, si dhe me lodrat tupanat në përfshatra. Nga Abdullah ibn Abi Aufa transmetohet të ketë thënë: ishim një herë në rrugë me pejgamberin alayhis salam gjatë muajit Ramazanit dhe kur perëndoi dielli ai tha: zbrit o filan dhe na përgatit për të pirë diçka, lëng, ujë të përzirë me qumsht ose të përafërt me të. Ai tha: po o i dërguar i Zotit. Por ende vazhdon të jetë ditë. Pejgamberi ja përsëriti: zbrit dhe na bëj diçka për të pirë. Ashtu pasi pejgamberi alayhis salam piu, tha, duke bërë me dorë: kur të perëndoj dielli dhe të vi nata këtu në atë kohë, duhet të bëj iftar ai që është agjërueshëm. Me këtë pejgamberi alayhis salam dëshironte të bënte të ditur shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve se është mirë të shpejtohet iftari kur është vërtetuar perëndimi i diellit, edhe pse dikush mund të dyshojë se është ende ditë. Në fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, duhet të bëj iftar ai që është agjërueshëm, nën kuptohet që nëse dikush vazhdon të agjërojë pas perëndimit të diellit, ai nuk do të ketë sevape dhe as që do të shpërblehet për këtë. Por nëse kjo vonesë bëhet për shkaqe të arsyeshme, kjo nuk prish punën. Disa nga muslimanët e parë dhe dietarët e kohës së shkuar thoshin se kjo bëhet për të mos u ngjarë jehudëve, nga që ata kishin traditë që ta vononin iftarin derisa të shiheshin yjet në qiell. Për këtë, në një hadith kutsi thuhet se Allahu ka thënë: vërtet nga më të dashurit robët e mi janë ata që më së shumti e shpejtojnë iftarin. Transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu. Vërtet, pra sahabët, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishin prej atyre që më së shumti e shpejtonin iftarin dhe vononin syfyrin. Në mes namazit dhe iftarit, askush nuk mund të ishte më i kujdesshëm për të bërë ibadetet se sa pejgamberi alayhis salam. Megjithatë, ai e kishte për traditë që të mos e falte akshamin pa bërë iftar. Kështu në një hadith që transmeton Enesi tek Ebi Davudi dhe të tjerët thuhet se pejgamberi alayhis salam bënte iftar para se të falej. Le të dëgjojmë se çfarë thotë Enesi radiallahu anhu. Nuk e kam parë asnjëherë pejgamberin alayhis salam të falë akshamin para se të kishte ngrënë iftar, qoftë edhe duke pirë pak ujë. Ai preferonte të hante për iftar 3 hurma ose diçka që nuk e kishte prekur zjarri. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka pasur traditë që kur bënte iftar të thoshte: në emër të Zotit, o Zot, për ty agjërova dhe me riskun tënd po bëj iftar. Ibn Abasi i shton kësaj: pranoj agjërimin nga unë, nga që vërtet ti je ai që dëgjon dhe din çdo gjë.